Një valje pa parë nxehtësie po godet Italinë, pasi sipas meteorologëve, kjo verë është regjistruar si më e nxehta në 100 vitet e fundit. Në korrik u thye edhe rekordi i temperaturës së vitit 2003, i cili deri më tani konsiderohej viti më i nxehtë që nga fillimi i matjeve shkencore. Valja e katërt e radhës jetë nxehtit në vend pritet të zgjasë të paktën 10 ditë të tjera. Në zonën e Fragola të Napolit, termometri arriti 48 gradë Celsius. Mbrojtja civile njoftoi se të premten 26 qytete janë në të kuqe, niveli më i lartë i alarmit për shkak të nxehtësisë së madhe. Në Bizelit të Puljes, një 81 vjeçar humbi jetën ndërsa përgatitej të zhytej në det, ndërsa shkaku i vdekjes i atribuohet arrestit kardiak për shkak të temperaturave të larta. Gjatë 2 muajve të fundit, rajonet veriore, qendrore dhe jugore të Italisë kanë qenë në presion të vazhdueshëm me valë të pandërprera të nxehtit. Në Sardenj, fermerët dhe blegtorët që kanë pasur dëme të konsiderueshme për shkak të nxehtit dhe thatësirës kanë kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme për të marrë mbështetje të menjëhershme shtetërore. Në Gjenova, bashkia vendosi të zgjerojë masën e hyrjes falas për qytetarët mbi 65 vjeç në një numër muzesh gjatë orëve më të nxehta të ditës, ndërkohë në rajonin e Ankonës, me mbështetjen e vullnetarëve, të moshuarve po u dërgohet ushqimi në shtëpi për t'i mbrojtur nga nxehtësia e lartë.